Përqindja e personave që punojnë pa pagesë në biznesin e familjes ka shënuar rënje gjatë vitit 2025, duke treguar një përmirësim të lehtë në strukturën e tregut të punës në Shqipëri. Sipas të dhënave të Instat, 21.1% të punësuarve ishin punëtor pa pagesë në biznesin familjar, nga 24.2% një vit më parë. Rënja vjet re si tek burrat ashtu edhe tek gratë, ndonse gratë vazhdojnë të mbeten dukshëm më të përfshira në këtë formë punësimi. Në vitin 2025, 29.3% e grave të punësuara punonin pa pagesë në biznesin e familjes, krahasuar me 14.4% të burrave. Kjo tregon se barra e punës familjare vazhdon të bjerë në mënyrë jo të barabartë mbi gratë. Një tjetër tregues interesant lidhet me moshën. Të rinjt 15 deri në 24 vjeç rezultojnë grupi më i prekur nga puna pa pagesë. Në grup moshën 15 deri në 24 vjeç, 34.1% të punësuarve ishin punëtor pa pagesë në biznesin e familjes, megjithëse edhe kjo shifër është më e ulët se 41.8% një vit më parë. Kjo sugjeron se shumë të rinj vazhdojnë të ndihmojnë bizneset familjare pa pagesë të rregullt, veçanërisht në zonat rurale dhe në aktivitetet bujqësore. Arsimi rezulton të kenë ndikim të drejtë në këtë fenomen. Personat me arsim 8 ose 9 vjeçar kanë nivelin më të lartë të punës pa pagesë, me 34.5% në vitin 2025. Për ata me arsim të mesëm, kjo përqindje bie në 17%, ndërsa tek personat me arsim të lartë është vetëm 4.3%. Këto të dhëna tregojnë se sa më i lartë jetë niveli arsimor, aq më të mëdha janë mundësitë për një punësim të paguar. Edhe pse tendenca e përgjithshme është pozitive dhe pjesëmarrja në punë pa pagesë po zvogëlohet, shifrat tregojnë se ky fenomen mbetet ende i përhapur në segmente të caktuara të popullsisë. Gratë, të rinj dhe personat me arsim të ulët vazhdojnë të jenë grupet më të ekspozuara ndaj punës në bizneset familjare pa përfitim financiar të drejtë për drejtë, duke evidentuar nevojën për politika që nxisin punësimin formal dhe të paguar.